Mirë se vini miq në Kohë Reale, takojmë edhe sot në program në fakt për të mbyllur javën, po me një ngjarje dhe me një ekskluzive që do të nisë në pjesën e parë. Do të jetë një i afërm i Mirel Çokajt. Kush është ky personazh? Një 40 vjeçar i cili datën e 18 shtatorit në fakt shpallet i humbur dhe familjarët kërkojnë patjetër pas denoncimit në polici për trupin e tij. Ai kishte shkuar në malet e Kelmendit dhe gjendet i pajet. A është rrëzuar vetë Mirel Çokaj apo është hedhur, pra dikush e ka shtyr, sigurisht ka patur shumë pikpyetje dhe mistere, hetime të cilat janë të lidhura me zhdukjen e Mirelit, po ndërkohë nga ana tjetër, kushuriri do të ngrejë një tjetër pretendim. Ai akuzon një person i cili ka patur një lidhje, një bashkëpunim pune, një punë e cila nuk ka qenë e lishme me Mirelin, po detajet do ketë mundësi që t'i ketë ekskluzivisht në program për të folur ditën e sotme. Ndërkohë nga ana tjetër do kemi të ftuar personazhe të cilët do të flasin për temën edhe të projekt ligjit. Gjithashtu projekt ligjin lidhje me barazin gjinore, çfarë tregon ai? Ndërkohë nga ana tjetër, a do të jetë një projekt ligj i cili do të flasë më shumë se sa dy gjini apo është abuzuar në lidhje me këtë? Nga ana tjetër, një organizat edhe e shoqërisë civile ngre një anketim ku duket se vendos publikun shqiptar përpara kësaj pyetje nëse ata bien dakord me këto kushte apo jo dhe sjellë rezultatet e saj. Një panel i cili do të diskutojë dhe do të debatojë në pjesën e tretë të programit. Ndërkohë nga ana tjetër duam të shkojmë edhe pak në Austri, aty ku ndodh sigurisht edhe konkursi i skive. Ne kemi një përfaqësuese të Shqipërisë, Laura, e cila ka mbajtur rekorde, po do të kemi edhe lidhje me përfaqësues nga atje për të na treguar pak më shumë në lidhje me rezultatin. Shumë detaje të tjera do kemë mundësi që t'i ndaj me ju, po duhet që të shkojmë direkt te sigla dhe të fillojmë në Kohë Reale. Mirë, rinisim në Kohë Reale, jemi në Radio Televizioni Publik Shqiptar, ashtu në fakt si që ndodh çdo ditë për të mbyllur javën ditën e sotme, do ndalemi pak tek ngjarja e parë, sigurisht pikpyetjet e zhdukjes në datën 18 shtator të Mirel Çokajt. Bëhet fjalë për një 40 vjeçar i cili shkoi në malet e Kelmendit dhe nuk u kthye më pranë xhirit familjes. Sigurisht kërkimet sollën edhe pikpyetjet e para. Çfarë ka ndodhur me Mirelin i cili duket se i njihte atë territor? Detajet do kemi mundësi që t'i diskutojmë edhe vetë me të afërmin e tij, Rifat Çokajt, po ndërkohë nga ana tjetër, shoqëria civile ka protestuar ditën e sotme në mbështetje të naftëtarëve të cilët vazhdojnë ende të jenë në grevën e urisë në zonën e Fierit, kundrejt edhe kompanisë Bankers Petroleum. Ata kërkojnë të drejtat e tyre, rritjen e pagave. Aktivistët do t'i kemë ditën e sotme në studio përse kanë dalë në këtë mbështetje, a kanë patur ata sigurisht edhe reagime nga institucionet ku kanë protestuar ditën e sotme. Ndërkohë nga ana tjetër, koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës ka kritikuar projekt ligjin për barazin. Por çfarë thot ky projekt ligj? Dhe ndërkohë nga ana tjetër, përse janë marrë përsipër që të bëhen anketa me 10.000 njerëz, pra 10.000 qytetarë të cilët tashmë do të dalin edhe do dalë edhe një përgjigje, ka dalë edhe një përgjigje e tyre. Çfarë thon ata në lidhje me këtë projekt ligj dhe nëse janë gati apo jo shqiptarët që të kenë më shumë se sa dy gjini, burrë dhe grua. Nga ana tjetër do kemi mundësi që të flasim edhe për predikuesin fetar Hosein, i cili është ndaluar në hyrje të Shqipërisë. Bëhet fjalë për një emër që sigurisht pikpyetje ka patur nëse është kaq i njohur në botën fetare apo jo. Imran Hosini, një predikues me sa duket ka probleme për sigurinë, është ndaluar në Rinas, një personazh i cili është njohur për veprimtari terroriste, ose kjo ka qenë akuza në fakt që është ngritur ndaj tij. Detajet e tjera do kemi mundësi që t'i kuptojmë me Ervin Karanxhën, të cilat sigurisht tashmë mbetet për të parë edhe çfarë ndodh në aspektin ligjor. Dhe do të kemi edhe mundësi që të flasim për kupën botërore të skive në Austri, ku Laura Kolturi do ketë mundësi që të flasë. Është momenti që të nisëm fakt në bisedën e parë për të kuptuar edhe detajet në lidhje me 40 vjeçarin Mirel Çokaj, i cili ka kërkuar, pra sigurisht ai është gjetur i pajet në zonën e maleve të Kelmendit, një zonë e cila patjetër që është shumë e thepisur, po çfarë ndodhte në të vërtet atje? Do kemë mundësi që ta diskutojmë me Aida Topallin, mirë se vjen. Aida, kolegen e Kronikës, e cila gjithmonë edhe analizon çështjet, Aida nga Replika.al. Po ndërkohë nga ana tjetër do kem edhe Rifat Çokajn në lidhje, nuk e di nëse e kam regjia për të ma konfirmuar. Rifat, mirë se vjen.
Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në radhë të parë të shpreh ngushëllimet në fakt për humbjen e Mirelit, se besoj që janë edhe ka qenë një dhimbje e madhe për ju edhe për familjen tuaj. Faleminderit. E di, janë të vështirë, është e vështirë për ty Rifat që të flasësh në fakt për ngjarjen e Mirelit? Më fal. Jo, merr kohën tënde. Merr kohën tënde. Më fal. Je në rregull, më fal. Jam okay. Merr kohën tënde. Po doja të pyesja. Jam okay. Dakor. Kjo është e rëndësishme. Sa të afërt e ke patur Mirelin, Rifat? Nuk e di se ke konsideroni afër, na jena një, gjithë jena një. Jena dam nga një shtëpi, nga një trup. Atëherë njerëzit largohen për çdo ditë sepse shoqërzotit linin tri. Nuk e kam as vllaz, djalaxhet, por kushrin, ten. Arsyeja, se ndoshta do të më përqendroj me pyet, ke nevojë me pyet, arsyeja që Rifati ka fol. Po, se dua që ta bëjmë në formën e bashkëbisedimit. Dua që ta bëjmë bashkë edhe në formën e bashkëbisedimit. Ne kemi folur, ti ke patur mundësi që të flasësh edhe në sipërfaqësi nga familjarët, por çfarë e çoi Mirelin të shkonte në malet e Kelmendit? Ku jetonte Mireli? Mireli ka jetuar rrethin e Malësisë Madhe në fshatin Grut Fush, me venin ku ka nollë ngjarja, diku kaloi 70 kilometra. Po? Cili ka qenë aktiviteti i tij. Unë nuk e kam ditë, sepse unë ka 10 vjet që e kam lënë venin ten. Jo se bëm me pa ditë do kisha qenë ndjeni me bën gjë, jo, por nuk kam ditë se çfarë punë e bën, se nuk kam pyet për atë punë. Thjesht jam marrë me punët e mia, me familjen time, me njerëzit e mi më të afërt. Por Rifati kur ka fol, ka marr miratimin e familjarëve të tina, edhe të gjitha ato njerëzve që janë më të afërt se vetë me njerëzit e Mirelit. Pra, unë nuk kam fol menën time, as nuk kam pa ëndra, as nuk i kam shpik gjave që kam thënë në ligjërat drejt gërë për gërë. Gjithçka që kam kanë thënë familjarët e Mirelit, shokët edhe shoqet e Mirelit. Shokët edhe shoqet i kam pa emra, sepse janë në dispozicion prokurorisë, ndoshta i ditë edhe mua nuk ja leje vetes me fol për ta, por familjarët e tij po mi kanë thënë 1, 2, 3 me radhë, çfarë do të pyeti unë jam gjendje në të përgjigjesh. Çfarë do të pyeti që unë është me boti. Po, dakor. Ishte Mireli i martuar, ishte beqar, kishte familjen e tij? Mireli ka pasi fatkeqësi në jetë, është kanë martuar me një polake në Itali, është nda, edhe është kthyer në Shqipëri për me jetuar në Shqipëri. Arsyet nuk i di për çfarë unë, por e di që ka qenë i martuar nga ka i fëmijë me atë polakën që ka qenë i martuar. E kuptoj. Që fëmia jetonte jashtë, jo me Mirelin pra. Jo pranë Mirelit. No, fëmia nuk ka jetuar me Mirelin, fëmia jeton në Poloni sot me gjyshrit e vet. E kuptoj. Por ai jetonte në Malësi të Madhe, siç më the. Çfarë ka ndodhur atë ditë? Ai jeton në Grut Fush me babën edhe me nanën e vet. E kuptoj. Bazuar edhe tek raporti i policisë, apo edhe sipas hetimeve, dyshimet kanë qenë që Mireli ka rrëshqitur në zonën në malet e Kelmendit, edhe për shkak të vështirësive dhe thepisjes së saj, po çfarë bënte ai atje? Unë kam dëgjuar komunikatën e policisë. Komunikata e policisë afërsisht ka qenë e tillë, është rrëzuar mbi e Kelmendit shkëshur në fshatin Kozhnje, gjasme se ka qenë me gjua, me transportin e gjojës, që është ata. Mireli s'ka gjuhë në jetën e tij na kurrë. Baba i Mirelit nuk ka gjuhë kurrë. Edhe vetëm kemi sigurt që ky njeri nuk ka qenë për gjojë atje. Në këtë moment kur kam dëgjuar komunikatën, Rifati ka marrë familjarët e tij në telefon. Kam gjetë numrin e telefonit, se kam pas me kanë ligjë. Numrin e telefonit. Njëri tia dhe e kam pyet. Si ja puna se çka ka qenë me gjuhë ky njeri, me kë ka qenë. Edhe pastaj kam marrë dy shtjelluar deri në fund.
por që nuk ka kënë me gjua, as nuk i ka rëshi kama, por ka kënë se ka pas parcel droget millën në bjeshtë e Kelmendit. Pra ka padur një parcel droge në bjeshkën e Kelmendit? Absolutisht ka pas parcel droge në bjeshtë e Kelmendit, sepse vetë kam që njerëzit ati me pa, kam që të motrën, edhe 4-5 njerëz tjerë, nërta 4-5 kanë kënë 2 gradë, 2 femna. Që kanë shku e kanë pa venin, që ku ka kënë e millën, kanë numëru bimë, kanë pa kaqorët, ato venet ku janë sërhu këta, zorën e ujtë, orendit që kanë gatua ushimin që kanë rujt, gjithë që është lidhë me jetesën 4 muaj atje. E kuptoj, pra me zhvendosjen atje, po Aida, se ke pyetje, po. I nderuar, përshëndetje, ngushlime, na vjen shumë keq. Do doja dija në bisedat që keni pasur me familjarët, me të afërmit tuaj, a është shprehur ndonjëherë Mireli përpara se të ndodhte kjo ngjarje që të ketë pasur ndonjë konflikt me bashkëvepruesit e tjerë në këtë veprimtari të jashtëligjshme, pra me personat që ishin të përfshirë dhe që kishin së bashku parcelen e kanabisit? E kuptova pyetjen modra dhe përgjigja em është kjo, mas çdo investigimi me sa mundësi unë kam pas prej 8 kilometër larg, i vetmi sepse abuzohet me termat shok edhe ortak të Mireli. Një ortak në Republikën e Shqipërisë ka Mireli për parcelën e drogës, që quhet Gzim Preldakaj. Një, edhe vetëm një. E dyta, i vetmi njeri që ky ka pas që ma shtanë mua, edhe ata që ma kanë thënë mua do të konfirmojnë edhe në prokurori, edhe në gjykat. E kam marrë në 3 burime, me emre, me mbi emër, që vetëmit njeri në Republikën e Shqipërisë që ka pas konflikt, debat, verbal, jo rrahje, jo plagosje, jo damtime fizike, por debat. Sa kohë përpara ngjarjes? Sa kohë përpara ngjarjes? Unë nuk e di me ditë eksakt, por kohë para se me ndodhë ngjarja, unë jam i sigur që do të konfirmojnë ata njerëz që më kanë thënë, pse? Nuk e kam marrë të burime që nuk janë gjeni me mojtë bisede. Nuk e kam marrë në të doj burime. E qartë, pra vetëm një bashkëpunëtor ka patur ai për parcelën e drogës? Vetëm një bashkëpunëtor. Vetëm një. Dhe me thënë tjeti here për gjithmonë. Kushdo që të investigojnë, kushdo që të kontrollojnë, kushdo që të hetojnë, në asnjë rast nuk do të mundin me gjithë edhe një ortak, një partner të dytë. Që sepse shok në relin për tjeni zetë dhe nuk duhe më një kur kush prej të në i fyrë. Ortaku i ti, për i këtë parcel, ka kenë vetëm Gzim Preldakaj. Çfarë përfaqëson ky personazh nga informacionet që ju keni nderuar? Qa përfaqëson personazhi, unë jam shumë larg me marrë informacion dhe nuk e gëzoj drejtën me grumullu informacion për dikën tjetër, por... Pra, ka qenë problematik edhe në herë të tjera... Sepse normalisht... Unë di që këtë njeri e ka pas ortak vitin që shkoj, edhe këtë vit që jenë ande. Unë di edhe ka sa lek kanë morë vitin tjetër të dy bashkë ata. A kuptën? Po, e kuptoj. Së pari njëherë Mireli është nga të paktët në fakt personazhe djemë të cilët përfshihen në kultivimin e lëndëve narkotike dhe bisedon edhe me familjarët, dhe kjo është për të përgëzuar, sepse për ndryshe familjarët nuk do të kishin mundur të ngrinin pikpyetje. Jo, patjetër, po, kjo pikpyetje që vjen e Rifati, përse gjatë kësaj periude, se kjo është e rëndësishme. Pra, nëse janë këto pretendime Rifat, përse gjatë kësaj periude, çfarë ndodhte gjatë kësaj periude që Mireli ka patur këtë konflikt me bashkëpunëtorin e tij? Unë di që është rrëfyer në 3 vende, që ka pas pak najsira për shkak të shërbimeve, për shkak të ruajtjes. Nuk e di, nuk e them dot që ka mundi. Pra jo para dhe borxhe. Nuk flasim për para dhe për borxhe. No, absolutisht, as i dit nuk do dalin që Mirel Çoku i ka diku i në i borxh. Nuk del, pse këm pas të mundësin për 5 javë. Dje Mireli ka ba 5 javë që ka dek. Këm pas të mundësin une me verifikua a ka në i borxh në kuj, a ka pas në debat me dikën tjetër, a ka pas në i konflikt me dikën tjetër, as femel as mashkull. Kun nuk mundet me dalë, nuk do dalin, ta garantoj me jetë, nuk do dalin. Përveç se
me i këtë njeri. Pse? 100% nuk e di sigur, për gjithë debati si dhe të rrëth saj parcele. Për këtë jemi sigurte. A më gjona? Po, i nderuar, në fakt, për fat të keq, malësia e mbi Shkodrës, Kelmendi, ka prodhuar dhe vazhdon të prodhoj viktimat pa numërta. Unë kam raportuar edhe vetë nga ato zona shumë të largëta që të rinjt për të siguruar të ardhura në mënyrë të shpejt, shpesh edhe të jashtëligjshme bien pre edhe duke përfunduar edhe në viktima. Kështu që sa i takon vetëm një moment, dhe gjemi këtu, mbaj vetëm pak, Aida, se kjo është moment i rëndësishëm ndoshta për ta diskutuar me Rifatin. Rifat, a e kanë kërkuar personat të tjerë përveç se policisë, pra si u gjet Mireli i pajet? Po, shumë e rëndësishme. Se kjo është shumë e rëndësishme. Si u gjet trupi i Mirelit në Humner? Ta shpjegon Rifati, me shkurtimisht ta shpjegoj. Se atje s'ka as njerëz, domethënë. Që të shkojsh të parcele e drogës ka vetëm një rrugë. Ajo nuk është rruga e Mirelit. Ajo është rruga e fshatit që liu fshatrat Malësisë. është rrugë që është janë kryu njërzini. E qartë. Si është shku të Kufoma, të Mireli. E motra është angazhua edhe ka thirë një njeri që e ka marrë informacion se është rtaku i ti, këtë Gzimi. E kuptoj. E ka marrë atë natë? Gzimi ka thirë dhe 3 shokë tjerë të vetë. E ka marrë atë natë që ka humbur, Mireli? Atë natë që ka humbur. Po nuk e di atë delkohë më falë, historia është qikë me gjatë. Vetëm diçka, sa ko ka qëndruar me kontaktet të humbura me familjarët Mireli? Pra, Mireli kontaktin e fundit që ka pas në telefon me nënën e vete ka pas në orën 8:30 mjesit ditën e mërkur. Në 8:30 ka pas kontaktin shumë i trishtuar e deklaron nëna e vetë, sepse nëna besoj unë e fmine, njef e deklaron ka kënë shumë i trishtuar, do të rifat. Nuk e di se që ka pas, një ashtu s'ka kënë kurjerë, ma ka me telefonin shumë shpejt. Aty dhe mrapan, me njerëzit që njohim natë, përveç se njohë se ka pas kontakt me ortakun e ti që nuk deklarohet, a i nuk një gjën me foli. Nuk një gjën me fola si fjallë. Por me dashurën e ti, me nanën e ti, me të vlajnë, me të motrën dhe me njerëzit që unë e kam mundësi me kontaktuaj, nuk ka pas kontakt mas orë 7:30. Pra në basa asaj ore nuk ka patur më. Dhe sa kanë pritur ata deri... Ashtu kontaktit i njerëzit tina me te. Po, sa ko është pritur deri në momentin që është marrë bashkëpunëtori i Mirelit? Në orën 6 darkës të ditës mërkur, bashkëpunëtori i Mirelit, ortaku i ti ose partneri i ti ka shku të nona e Mirelit. Edhe i ka thënë, jam i shqetësuar se nuk del Mireli në telefon. Edhe më ka marrë telefon dhe më ka thënë që djej këm pas sorat mbi kokë. Sorat janë, a di që janë sorat i po? Jo. Pa tjetër, sorat. Më thënë, zojqë të cilët... Po, e kuptoj. Pra si kur ka pas një viktima aty. Një sinonim. Unë nuk e di e ka fjallin për dronat, apo e ka fjallin për helikopterin. Pra, okej. Fillimisht e këna morë se janë banë fjallin për dronat. Edhe nëna e vetë i ka thana, dalim i tash atje bashkëna. E deklarën nëna e vetë, se unë nuk jam atje, jam në Amerikë, po a i nuk ka prenuar. Prej aty ka shku një vend tjetër a i. Prej dajreni tjetër, prap ka shku një vend tjetër. Ta shta emra mas mi kërkos, sepse janë përgari dhe nuk du mu marë ma ta emra. Duhet tjetë më mërmenjes, për dersa qeshtja mund shkoj një ditë përgaria. Unë nuk kam asidoj sigurie se qa bëhat po. Nuk kam si me fol me emra tjetë. E qartë. S'ka problem, njafton që institucionet t'i kenë emrat, kështu që gjithsesi. Ne duham të kuptojmë se sa ko ka qëndruar Mireli. Ashtë një se motra bashkë me këta njërëzit tjere ka shku atje. Edhe 7 minuta po afru të Kufoma, e motrën e ka lanë forca, e ka lanë fëqia, nuk ka mujtë me jetë ma. Ka jetë gjithë natën, pa hangër, pa pi, e doptë është se nuk është e marumën, edhe me e parë rrugë në asfalt është e marumën, jo mund njëtë në melë, ka thonë nuk mundë më ma, për esë të gzimë dikun ma gjenjë vlajë. E motra ka në aty bashkë me një burë tjetër, Gzimi bashkë me një djallë dritë, dikun 5-6 mëtë veç ka shkut drejtë Kufomës.
Mas 20 minutash, 22 minutash, zimi është fyet e motra këtu në vend. Edhe i ka thënë, a ma zjetë e vlajnë, po e zjeta. He, ka dek, ka marrua punë. Kjo, si njoftimi ka dek, edhe është normal me shajtë me vërti. Dikur kur e ka marrë vetin e ka thënë, e zjetë e telefonin. I ka këthy për, më thotë e motra, unë nuk kam kena ty, jam New York unë. Pra kjo është rëfimi i smotrës, i atë ditë, po. E ka rëfy 200 herë më të njëjtë në gjanë njësoj, gajnë për gajnë, një loj. E pava telefonin në rrugë, për nuk e preka. Djali i ri që ka kënë me të i tha, të i rrë shel me hodhen gërmin. Kjo për i fatin, edhe për çdo i fat ku në botë një dyshime, se e hodhe telefonin, se senet e dekunit nuk preket. Nuk i prek kërkush. Pra ky është momenti që ju ngrini dyshimet dhe familja ngre dyshimet që gëzimi mund tjetë pra fshet diçka. I pari moment është ky. Ky është momenti i parë. Pra, dëshmia e tij kur ka thënë që nuk e kam gjetur celularin dhe dëshmia e 15 vjeçarit që e ka akuzuar se e ka gjetur po e ka shtyr, këtu janë dy gjëra që nuk përputhen. Nuk përputhet edhe e treta vllajen. Si e gjete performën ti? Pyetja që bëj une, si shkove ti te performa? Kush të orientoj me shku te performa? E gjeta nëpërmjet telefonit. Tyra ziles, ka një zile në gjasma. E kuptoj. E gjeta nëpërmjet telefonit, edhe telefoni nuk e kena, që nuk në gjetë, nuk përputhen të shkretar. E kuptoj. Pra e ka gjetur duke dëgjuar zhurmën e ziles telefonit, por shumë e vështirë. Eksakt. Kjo rifatin edhe gjithësili në rifat e bënë me thonë, i kënjeri, që është i bënë me mua, që është i thonë i këj. E gjeta ku fomen, nuk ka kënë me ten, sepse nuk pranon se ka kënë dikush me ten. E gjeta nëpërmjet ziles, e pava telefonin, nuk e pava telefonin, tjetëri i thot i gara shqel me ke hel ngërmin, telefonin shkon policia edhe nuk e gjenë, si njësin, si mund i bashkoj unë i to, tikun. Pra, policia nuk e ka gjetur telefonin, edhe pas kësaj deklarate të Mirelit? No, nuk e ka gjetur. Pakten me djenin që ka mune nuk e ka gjetur. E kuptoj, e qartë. Po elementi tretë që the... Sepse hypet për me zjetë, hypet një venimi prokurorit, më ullë njerëzit e... është i histori që merret prokuroria, nuk merret mund matë mund. E kuptoj, po elementi tretë, the ka dhe një element të tretë. Cili është elementi tretë? Ka dhe një element tjetër. Për çfarë arsye Mireli ka deformuar rrugën e lëvizjes? Cila është arsyeja? Çka ka imponu Mireli me dalë për i rrugë? Se në kjo se do rëzohesh në rrugë, rifati do bjen në rrugë aty ku urzua. Nuk do bjen gërmin atje, nuk ngjet kjo. Unë i kam shumë njerëzit edhe i kanë bërë video rrugës, 6 veta. Në këto 2 femra, i kanë bërë gjithë rrugës video. Edhe nuk ke mundësi ti murzu dhe me shku dhe e gërmin atje. Ata kishin gjithmonë të njëjtën rrugë për shkuar, pra ka vetëm një rrugë. Pa, rrugën e vjetër. Jo vetëm ata, po kushdo që duhet me lviz, a i ka me lviz vetëm për një atë rrugë, edhe me ungjit edhe me ullë. Nuk ka dytë. E qartë, pra, e qartë, po. Nuk ka mundësi dytë. Po të shkosh në zonën e Malësisë, në fakt, ka vetëm disa rrugës e shtigjet vjetra që ndonjëherë dhe kaloheshin kufint nga ato. Mirë, po një kënjeri, nuk është që nuk e ka ditë, pse e ka bat rrugë 5 vjetë më lumbla jenë. Pra e ka ditur shumë mirë, e ka ditur në plëm të dorës se nga duhet kaloj, e ka ditur në plëm të dorës nga duhet kaloj, them. Pra e ka ditur shumë mirë. E ka ditur në plëm të dorës se e ka bat 5 vjetë rështë, e ka mjellat për zelë 5 vjetë drogë, 2 vjetë e ka mjellë me gzimin, 3 vjetë me partner tjërë. Si mund të thua shi ti që rënë gërmin se nuk ditë rrugën, akull nuk ka kënë, por nuk ka kënë, masej tjetra, në kjo se kë njeri u i jonë, kë Mireli ka rëshit, kë nuk ka kënë të jesin vjetro, si ra me kërë mra për kë njeri, që ka thonë për eksperti që ka baktin e ekspertimit. Unë nuk e këm baktin e ekspertimit, edhe nuk jam ekspert, por kë ka jesë me të rinjë normal, kë nuk ka kënë të jesin vjetro. Prap di që nuk shkon.
A e kam pyetur, dakor, dua të pyes pak këtu Rifat. A e ka pyetur familja, ka patur kontakt me gëzimin më pas? Çfarë i ka thënë ai edhe për këto pikpyetje? Çfarë i thotë ai? Ja ta shpjegoj ti. Po. Ja ta shpjegoj. Gëzimi, unë e herë, përveç familjarëve të Mirelit, unë e kam pol 60 minuta në telefon me dhe. Prezent pia ku ka fol me mon telefon ka ke nana e Mirelit, baba e Mirelit, motra dhe i vlaj. Edhe e kam tirë Kastile. Një aty rejtë, se e kam tirë që janë shtynë dënë me më rejtë. Po. I kam bëha 50 pyetje. Edhe ati që më ka thënë, pashakisht e laqit vetë nuk di kur gjanë. Kur i kam bëha një pyetje të vetë me, ku kini armën që kini rujtë drogën, ku është arma, ku është pse, ku shë ka marrë. Nuk kena pas armë ta. Me i fjallë, gjitha i mohon të i bëha bje pashakisht e laqit, kur e pysë për armën më sot nuk kena pas armë. E që me ke kam të bëjnë. E qartë. Ka shë pyet burgoria, Çfarë detaj ka fakti që kishte apo nuk kishte armë? Do më thënë, çfarë dyshimi ngre? Se ka për pyetjen? Pra cili është detaj, Cili është detaj që kishte apo nuk kishte armë? Pra çfarë dyshimi ju shton? Se është i rëndësishëm? Ajo që mund në jetë, logikisht, është e pa mujtu në të doj terrenit, në të doj venit, ku janë veshti dhe ka shtegra me nej pa i armë, por e që kej ka dalë i budallavë, e qartë, se pa tjetër që askush kush ka parcele atje nuk ripa armë, kjo është kategorike, për shkak edhe të kafshëve të egra, për shkak të rrezikshmërisht të personave që mund shkojnë. Po pse është i rëndësishëm ky element, pra fakti që u ka mohuar, pse është i rëndësishëm për ju? Pra pse krijon mosbesim? Mos po thoni që ndoshta mund të jetë përdorur dhe arma jo, sepse për ndryshe do të kishte dalë përgjigja ekspertizës mjekoligjore. Jo, nuk është përdorur, nuk kena të bëjmë me vrasje klasike me pa gjajmë armën, gjajmë gjojat, morim gjurëm dhe barotit trupa dhe maroj puna, nuk kena të bëjmë me vrasje. Apo thjesht si një element gënjeshtre ndoshta që për këto nuk betohet edhe për të tjerat betohet. Korrekt. Një element gënjeshtre, pra ti e mohon se jo ortaku i Mirelit. Ti e mohon se ke pas parcel të njëdhën, ti e mohon se ke ditën e hona atje, ti e mohon se ullë të matën një sposht, ti e mohon se ke blet asmasit 80 metra katrore e ke që atje. Kur të pysë për armën, sepse pyetje dhe bëjt shpejta, metën klasë, nuk kena pas armën, dhe ati, si më tha, unë e tha nuk kam vetëm 4 klasë shkollë. Këto biseda që më të i bë unë i kam telefon, sepse ja dhe unë telefonit i zbojshën për goris, unë të kur done me letër porosi me i marë telefonin në i fatit. Nuk e kam shpik une. Edhe tjetra më dhëtë më tha, këto pyti që më bëndi tha mu më qojnë në burg. Mu më ka ati e kënjëri të më zë unë e përshkojnë në burg, po qa problemi ka unë e së ku përshkoti? Unë e kam njërin dekun. A kupton me ke kam të bajnë? Pyetja tjetër që jo vetëm mua, po banë me dyshuat gjithë i cili, si ka mundësi që nuk e merë përgjithsin për vetën e vetë, me i thonë 9 vetë që e ka ban djallin 40 vjetë që e ka që dekun. I kja është e vërteta jonë. Djalli, që të mos i mesim safë dikuj, që të mos përdorim emna me në pa shërën njërës që nuk kanë asi lidhje me vrasin e Mirelit. Po njërës që punohen me punohen, ma unë i ka shatë bukë, se duhet me pa shërën gjansat, për qarë syve. Jam lutë si lutën katolik para Krishtit. Mas përgojojnë njërë sepse nuk na shkon ne tja punë. Rifat, e di se është edhimshme dhe për ju. Dua të të pyes pak, a ka patur familja e Mirelit kontakte me familjen e gëzimit? Pra edhe mbas ngjarjes. Gëzimi personalisht, por edhe baba ja 3-4 herë i Mirelit, 8 herë ka kënë të familja tia. Veti kam thënë nënës Mirelit. Për qa vjetë, qa thotë, rrimë thot një aty dhe më tha, do të kujdesim për ty si për nënën teme. Por e ti unë shem i zoti më kujdesim për nënën teme, për kujdesim për nënën e një shokutën, që të këtajnë biseda që na nuk i hamë, por na nuk hamë barë, na e na halgji, por nuk e na pëllovej. Halgji e na sa të tushna. Kam dhe një pyetje të fundit. A e mendoni si diçka të paramenduar, apo si diçka që mund të ketë ndodhur aksidentale për shkak të një debati të ndodhur në atë moment edhe mund të ketë shtyrë?
Një funit dje këm pas komunikim me një shok mush Mireli që ka arpe Italiet për edhe ma ka deklaru në telefon mua vetë personalisht. Kam foli a i gjysore me them. Rifat ditën e martë ka kënë helikopteri, kam fol me Mireli në FaceTime 2 saat rresht. Edhe ditën e martë ka kënë helikopteri. Unë e përjashtoj çdo lloj mundësijet me kënë rastësi. Pse? Ashtë i rrugë që nuk bëhen njerës. Ky ka dalë me rujt drogën të honen për mu këthyt premte në shpi. Janë gjithë 3 bugrunit në qëndë, portofoli me kartë identiteti, karikusi telefonit edhe 2.000 lekë portofoli. Kanë mët një vdekur për bukë. Kanë mët një vdekur për bukë. Është e turshme. Unë e kam pa mujtun me hetu ma për në lidhje me rastin. Kam dash pas me ngell ku i njaf me ditë kush është ortak, ku i t'i jashtë gzimi dhe për kush tjetër, me ke ka pas debate problematika djali me gzimin edhe me kurinjir tjetër femën asma shumë rogit dhe shqipnis, unë nuk me dhe më matë biset. Ajo që unë e kam dash me thonë, kam pasi komunikim me drejtorin e policisë qarë për Shkodrës, jam një losë për ta njëtër. Nuk ka këty përgjigje për 4 sekonda. A gjom? Alo? Po, të dëgjojmë. Do të kujtosh emrin e drejtorit policisë? Po, pa tjetër. Po të dëgjojmë, Kam pasi komunikim me drejtorin e policisë Shkodrës, edhe më ka këty përgjigje për 4 sekonda. Po. Zoti Berberi, një oficer shumë i mirë i policisë shtetit. Nërsa, ba me pyet rifatin edhe çdo rifat tjetër, jo të i kenë ata i ditë ish oficer apo oficer policie. Nuk kanë mujtë mu ba 980 bim droget pa e ndërmjetësu dikush, pa i stimulu dikush. Pse? Territori monitorohet, ka inspektor rënë zona, ka inspektor krimesh, ka kontrol territori. Unë kam ba përbjekë mu lidhë me shefin e pushatit. Është pak e vështirë. Është pak e vështirë. Nëse ju referohemi shifrave, besoj që është e vështirë. Nëse ju referohemi shifrave, po ta marrim një mesatare, çdo 2 javë asgjësohen minimalja 10.000 bim lëndë narkotike në zonën e mbi Shkodrës. Ka qënë, vazhdon të jetë një problem, ju po thonit vetë që familjari juaj së bashku me ortakun e ti kishin 5 vite që kultivonin, pra edhe kur nuk kanë fare mbështetje tentativa, ka ekzistuar. Mbase ju nuk keni jetuar këtu, keni ikur shpejt. Sot që flasim, kush gzim për Eldakaj? Edhe për dyshimet e familjes. Atëherë, të vazhdoj pak unë, ndoshta mund të ndërhydhe zotëria. Prokuroria e Shkodrës, fillimisht ngjarja është regjistruar si aksidentale nga ana e policisë së Shkodrës. Më pas, familjarët, për shkak të gjithë atyreve që zotëria shpjegoi, kanë shkuar në prokurori dhe kanë ngritur të gjitha pretendimet e tyre që nuk kemi të bëjmë me një ngjarje aksidentale, por kemi të bëjmë ose me vrasje, ose me shkaktim të vetvrasjes. Aktualisht, prokuroria e Shkodrës ka regjistruar dhe ka hapur një procedim të ri penal në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur në shtator të këtij viti dhe është duke hetuar dhe duke marrë dëshmit e familjarëve, ndoshta të gjitha edhe këto që zotëria tha, që pa tjetër duhet jenë referuar në prokurorinë e Shkodrës apo dhe në policinë e Shkodrës me detaje. Në momentin që ka pretendime të tilla nga familjarët, në fakt unë tentova sot të lidhem me prokurorin e çështjes, prokurorin që ka këtë çështje, por për fat keq nuk u lidha dot për shkak se ditë e premte edhe përfundon më shpejt procesi i punës, për të kuptuar nëse kanë marrë në pyetje apo jo këto persona që përmendin familjarët. Por, pa diskutim, në momentin që regjistrohet një hetim
dhe përmenden emra. Ju dërgohet fletëthirrja për të marrë në pyetje si nga ana e policisë nëse referimi është bërë në polici, apo nga ana e oficerit të policisë gjyqësore nëse referimi është bërë drejt për drejt në prokurorinë e Shkodrës. Kështu që unë nuk e di nëse zotëria e ka si informacion dhe nëse familjarët mund të jenë njoftuar që gëzimi të jetë marrë në pyetje, por e ritheksoj, në momentin që regjistrohet dhe prokuroria mundet të gjej këtë të fundit, pa tjetër që në mos e ka marrë, do të marrë në pyetje për t'i vënë përballë të gjitha pretendimet që familjarët kanë. Nuk di të ta them, Flori, sepse e ritheksoj. Tentova të lidhem sot me prokurorin e çështjes, por për fat të keq ditë premte dhe puna përfundoi më shpejt, patjetër. Prandaj nuk do doja të gaboja për të thënë nëse është marrë apo nuk është marrë, por sido që të jetë, nga momenti që regjistrohet, nga momenti që merren dëshmitë e familjarëve, prokuroria, oficeri i policisë gjyqësore është i detyruar që ta marrë në pyetje këtë person dhe nëse nga provat e mbledhura dhe nga dëshmitë e mbledhura bindet prokurori, atëherë shkotet në shpalljen në kërkim të personit për vrasje ose për shkaktim të vetvrasjes. Është shumë e rëndësishëm dhe kyç telefoni i të ndjerit Mirel Çokaj, që deri tani ashtu sikurse zotëria tha, nuk është gjetur nga ana e hetuesve. Nëse do të gjendej, atje është shumë e vështirë, terreni është shumë i vështirë, do të ndihmonte shumë grupin hetimor për të parë nëse ka pasur konflikte apo jo. Flori, shiko, Malësia e mbi Shkodrës, unë ja thash edhe zotërisë. Sa situata ka të tilla me zonat cilat, me territoret cilat janë të mbjella me kanabis? Po shikoja në fakt, po gugulloja përpara se të vija edhe fillonte me një ngjarje të vitit mjafton të kërkosh që të vrarë në Shkodër për kanabis dhe ngjarja e parë më dilte një e 2016-ës midis një nga ngjarjet ishte ajo e 2016-ës midis dy familjeve që fillimisht u tha se ishte një konflikt pronësie, por më pas rezultoi që të ishin vrarë pikërisht për një parcel kanabis që shkonte me një vlerë rreth 80.000 euro. Në vitin 2020, një tjetër ngjarje shumë e rëndur regjistrua në Vrith të Malësisë së Madhe, ku mbetën të vrarë dy të rinj pikërisht për shkak të parcelave me kanabis. Dhe çfarë ndodh, Flori, dhe pse shkohet deri këtu? Duke qenë se janë në partneritet me njëri tjetrin, në bashkëpunim me njëri tjetrin, shpesh ka dyshime që njëri nga personat e nxjerr tek policia personin tjetër, pra mund të ketë dyshime për një spionim të mundshëm dhe kjo kthehet pastaj në debatet vazhdueshme. Të paktën ngjarjet e mëparshme këtë motiv kanë pasur. Pra, referimin apo dyshimin sikur këto persona kanë shkuar në polici dhe kanë treguar diçka. Nuk besoj të jetë ky rasti i Mirel Çokajt, sepse duke qenë bashkë dhe në partneritet me njëri tjetrin, mund kënë pasur motivet të tjera, ndoshta edhe të këndarja e përfitimeve të ardhurave nga kanabisi. Rifat, ju kërkoni që të ketë drejtësi, mbi të gjitha dhe të zbulohet e vërteta në këtë rast. Si me keni sinqert me ju dhe me opinionin, mua nuk e kam dërme, nuk di se as që ka kanë pyet, sepse nuk jam interesuar ma. Nuk e kam zero interesin të prokurorijave. E kam zero interesin. Jo, është dhe çështjen hetime dhe nuk ka të drejtë të njoftoj. Po, Rifat, po. I marrë një 50, unë e qoj të prokurorije, i thëmë lekët tjere, më se luni ma, më se trazoni që leni shpit vetë. Pse? Nuk më duhet gjamu si qa për shteti, nuk ka punë e maj. Unë e me ka keni kjo, me jetit, mas ti mesim diku në qafë, mas morim dike në qafë po sakë, por në përdorim i shpreja ti ku jam rritë vetë. Ashtë një dhoj, si me vrati kënë, si me të vrati kush. I në dy ondi i marun. A jam i gjuhë që kam thënë? Po të dëgjoj, po në qëfar aspekti? është një loj si me vras, si me të vra, je i maru. Katë dush, fa do la aspekti që të mori shti. Ju nuk pa mërë mëndja që do a kalonin në këtë çështje në gjakmarrje familjare? Qërë që puna? Une nuk e di se që kanë me bon, por... A ka vlezër të tjerë Mireli, pa po vetëm motrën, sepse nuk e kuptova në fillim? Jo, e ka i vla, po... E ka i vla. Në qartë, po ka më njerës Mireli, nuk ka pa njerës, jo.
E qartë, Rifat, po, ma sqaro që ta kuptoj. Pse e ke... Nga do që të morish, unë nuk e kam të letë me sqarua, po nga do që të morish, është një lloj, është përdor jam kanë fëmijë kur e kam dëgjuar. Je i maruam si me vraken, si me të vra dikush. Nuk i fituam kërkan. E kuptoj, Rifat. Tash i kallëzon koha, nuk po e them unë vetë, po tash i kallëzon koha. Rifat, shiko, unë fakt doja që do të pyesja për një gjë tjetër, po e kuptoj edhe situatën... Për qatë që jam gati me të përgjigje. E kuptoj. E kuptoj që kjo është edhe situatë e vështirë për ju, se nuk është situatë e lehtë. Por edhe zgjidhja që të shkohet drejt një gjakmarrje apo drejt gjaqeve familjare nuk është në çfarëdo lloj rasti. Pra, besoni te drejtësia, besoj dhe prokuroria dhe dëshmia. Unë vlerësoj Rifat faktin që ti dole sot dhe pranove të tregoje anën e familjes. E vlerësoj këtë sepse jo kushdo e merr guximin për të treguar dyshimet që ka familja. Edhe ky është një guxim i fortë. Unë nuk kam probleme të punës bashkë, se s'ja kam pasur bërë kur i gjem keqe me radio. E jo, e kuptoj pra, prandaj po të them, kjo bën shumë mirë që e sqaron, edhe dyshimet sepse ndonjëherë gjëra duhen thënë edhe në media që institucionet lëvizin. Patjetër. Kështu që mbetet për ta parë çfarë do bëj prokuroria. Prokuroria ka me bë punë vetë se paguhet me taksat e shqiptarëve. Patjetër pra. Patjetër. Gjithësit e bojnë, nuk jam unë ai që të gjykoj punën e prokurorisë. Nuk merrem me temën, nuk. E qartë. Ka punë e emi ajo. Mirë. Kishte ndonjë merak të paktën gjatë jetës së tij Mireli për ta mbyllur Rifat? A ka patur ai ndonjë merak, ndoshta edhe si baba, fakti që se ka patur gocën afër apo fëmijën afër, me që the kishin një vajzë bashkë? Ideal ka pas, ideal, jo vajzë. Një djalë. A ka patur ai ndonjë merak, ndoshta për nënën, për babain, për të afërmit? Ajo që di unë prej familjarëve të tina, i babën e ka 84 vjeç dhe e ka qereknirit, edhe në shnet edhe në kokë. Pa i tha që ati i qova fjallat i gëzimit me një tekst në përmjet nënës Mirelit që ma shko aty mose, unë nuk kam sigurit e kjo qerekniri se nuk më ta fut me i spat kres, ku ty e din që i ke radialin e tina 40 vjeç. Nuk e di si e ka marra i po. E kuptoj. Se na nuk jena normal, na që dhe me mohna për normal, jo e që e din tonë dhe joja zonë qereknirit. E kuptoj. Dhe me mohna për normal, se normal zena s'na po mohna për normal. Të kuptoj. Qarë merakut ka pas, unë di që ka kënë pa shpi, ba me shku dikush e me i pa, a i djallin e ka një Itali kurohet për smuni është i smur, e kuron i shëqat për sevap, di që i ka pa shpi, i ka një vend që as baktia nuk jetojnë dot, ashtë kënë ma mirë për atë që i ka lyrë durët me gjakun e ti me i vratë të tre. Edhe Mireli do të tanë me tjatin, ka që ditë me thonë Rifati, sot për sot. Mirë, Rifat, falenderoj. A ka shumë mirë me i vratë të tre, edhe me i varrosh të tre për i ditë. E kuptoj. Mirë, Rifat, faleminderit që ishe sot për të më rrëfyer edhe detajet e familjes, edhe njëherë ngushëllime, Aida të falenderoj shumë që të pata. Nëjsi, ngushëllime edhe njëherë. Edhe në lidhje, dhe njëherë ngushëllime në fakt familjes Mirel Çokajt, isha me Rifatin, Rifat Çokaj i afërm, i cili e ka patur shumë të vështirë edhe rrëfimin ditën e sotme. Rifat, falenderoj, po do më duhet që të kaloj tek tema e radhës. Bëuni të fortë dhe urojmë që drejtësia të shkojë gjithmonë aty ku duhet. Ndërkohë, sigurisht pretendimet e familjes kanë qenë të forta, po do kem mundësi që të ndalim tek një temë tjetër.